Shkaqet që e ndihmojnë njeriun të jetë më i durueshëm kundrejt shqetësimeve apo dëmtimeve që me dashje apo pa dashje i shkaktojnë njerëzit. Të sjell ndërmend shpërblimin e madh të cilin Allahu i madhëruar ua ka premtuar atyre që tregohen të durueshëm dhe falin. Allahu i madhëruar thotë: Ndëshkimi i së keqes bëhet në të njëjtën mas, mirëpo kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet, ai nuk i do zullumqarët. Eshura, ajeti 40. Njerëzit kundrejt padrejtësisë që u është bërë ndahen në 3 kategori. Zullumqar, i cili të keqen që ja kanë bërë e kthen shumë fish. Mesatar, i cili ndëshkon aq sa i është bërë dëmi, as më shumë e as më pak. Zemërgjer, bamirës, i cili edhe pse ka mundësi të ndëshkojë për padrejtësinë që i është bërë, zgjedh të falë për hir të Zotit. Në ajetin e mësipërm janë cekur të 3 këto raste. Ndëshkimi i së keqes bëhet në të njëjtën mas. Ky është rasti i atij që tregohet mesatar. Mirëpo kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Ky është rasti i atij që fal për hir të Zotit. Vërtet, ai nuk i do zullumqarët. Këtu janë për qëllim ata që ndëshkojnë më tepër se sa u takon haku i tyre. Nga Ebu Umemete, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Unë ja garantoj një shtëpi në xhenet atij që e ndërpret polemikën, heq dorë nga zënka, madje edhe nëse ka të drejtë. Hadith Hasan, i mirë. Shiko librin Sahihu et-Terghib wa et-Terhib, vëllimi 6, faqja 3. Kështu pra, nëse njeriu sjell ndërmend shpërblimin e madh të cilin Allahu i madhëruar ua ka premtuar atyre që ua falin njerëzve gabimin, e ka më të lehtë të bëjë durim dhe të falë.